Shikues nderuar, ju përshëndes, jemi rikthyer sërish në TikTok për të ndalur tek zhvillimet më të fundit ato gjeopolitike, do ndalemi tek politika në vendin tonë, por sigurisht edhe tek rajoni. Do ta nisim me anulimin e takimit mes presidentëve Trump edhe Putin në Budapest, ku Shtetet e Bashkuara edhe Rusia ka nisur një garë për të treguar Moskujt dhe Moska testoi dhe raketën e re burvesnik me fuqi bërthamore, një veprim pra që u konsiderua ky si një mesazh ndaj Washingtonit. Do ndalemi edhe ku ditën e djeshme në gjykatën kushtetuese u shqyrtua në seancë publike ankimi Erion Veliajt për shkarkimin nga detyra si kryebashkiak i Tiranës dhe ndërkaq dhe Belinda Balluku, e cila u parashit ditën e djeshme në Spag. Në pjesën e dytë do ndalemi tek presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili ka reaguar pas vendimit të Sirisë për të njohur pavarësinë e Kosovës, duke e cilësuar si të pritshëm këtë vendim për shkak të ndikimit të madh që ka Turqia në Damask. Dhe ndërkaq do ndalemi edhe tek blerja e fundit e mira dronëve turq nga Kosova, e cila sigurisht ka shkaktuar dhe reagime të furishme në Serbi. Për të nisur do ndjekim insertin me pas do të rikthehemi. Pas anulimit të takimit mes presidentëve Trump dhe Putin në Budapest, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia ka nisur një garë për treguar Moskujt. Moska testoi raketën e re burvesnik me fuqi bërthamore, një veprim që u konsiderua si një mesazh ndaj Washingtonit. Gjithashtu të mërkurën, presidenti Vladimir Putin njoftoi se kishte testuar me sukses dronin e ri në New York me fuqi bërthamore Poseidon. Putin deklaroi se arma e re është e pakapshme dhe tashmë është etiketuar si makina e shkatërimit. Droni mund të udhëtojë deri në 200 kilometra, është 20 metra i gjatë dhe 1.8 metra i gjerë dhe peshon 100 ton. Sipas Putin, fuqia e njëjtë në New York ja kalon dhe raketës ndërkontinentale Sarmat, një nga më të avancuara në arsenalin rus të armatimeve. Për të kundërpërgjigjur dhe për treguar se Shtetet e Bashkuara nuk i trembën askujt, presidenti Donald Trump i ka bërë thirrje krerëve të ushtrisë amerikane që të nisin testimin e armëve bërthamore për të qenë në njëjtin hap me vende si Rusia dhe Kina. Duke qenë se vendet e tjera po kryejnë testime, kanë urdhëruar Departamentin e Luftës që të nisë testimin e armëve bërthamore në kushte të barabarta, shkroi Trump në profilin e tij në Truth Social. Ai shtoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara kanë më shumë armë bërthamore se çdo vend tjetër, me Rusinë që vjen e dyta dhe Kinën e treta. Mirë, kemi dikur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Ardian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes, kënaqësi jeni me mua sot. Përshëndetje nderuar, kënaqësi për ftesën. Zoti Elezi, ashtu si e thashë edhe në fillim, pra pas anulimit të takimit Trump edhe Putin në Budapest, të dy superfuqit duket se po rikthehen, po i shuan një garë klasike të armatimeve bërthamore dhe Rusia teston edhe raketën burvesnik dhe Poseidon, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpallin rikthimin e testimeve bërthamore. Pyetja është, apo hyn tashmë në një kapitull të ri të luftës së ftohtë midis Moskës dhe Washingtonit, apo kjo është thjesht një përplasje për dominim politik dhe perceptim publik? E nderuar, në kontekstin e dinamikave të qëllimeve të konfliktit, të një armë pushim ka qenë e pamundur për shkak të atyre që palët ndërluftuese, Rusia në rastin konkret dhe Ukraina nuk bien dakord në përsa lidhet me objektivat e konfliktit dhe në nënshkrimin e paqes. Ndërkohë që kemi një ndryshim të SBA-s në lidhje me këto dhe pikërisht në kundërreagim, Rusia, pavarësisht faktit që është në sanksione dhe ndihet kriza edhe efektet e aplikimit të sanksioneve në ekonominë ruse, tregon përmes kësaj që ende është një fuqi që nuk mund të neglizhohet. Kemi parasysh kapacitete mëdha ushtarake të saj, një fuqi bërthamore, teknologjia ushtarake është një avantazh konkurrues, e cila po materializohet përmes testimit të armëve nivelet më të lartë të karakterit strategjik si ju përmendë burvesnik, që tregon një farë mënyre presionin, është një mjet politik dhe ushtarak ku synon që të arrijë në objektivat e saj strategjike në kuptimin e majtjes atyre ekzistuese, por edhe të imponimit dhe presionit që i bën SBA-s dhe bashkimit dhe vendet NATO-s dhe BE-s, që në trezin e bisedimeve do të merrnin konsiderat ato gjëra të cilet uji kam kërkuar dhe s'mund të devijoni prej tyre dhe në çdo lloj përpjekje për ta ndryshuar dinamikën e luftimeve përmes presioneve, përmes zgjerimit të koalicionit dhe aplikimit të sanksioneve të reja, ka treguar që Rusia nuk po mposhtet, por po ka kapacitetet e saj ushtarake në mënyrë të tillë saqë zhvillimet teknologjike e bëjnë që ajo të testojë këto risi dhe të jetë në gjendje dhe të bëjë presion. Dhe rasti burvesnik që tregon është një armë me autonomi, po themi autonomi
manovrimi në kuptimin një armë karakterit strategjik për shkak të largësisë, manovrueshmërisë dhe elementeve dhe karakteristikave të shumta të saj për penetru dhe në nivele të ulta, por dhe për të shmang goditjet e sistemeve kundërajrore dhe mbulesës mbrojtjes ajrore, tregon që Rusia është në gjendje që ti përballoj sfidat e krizës ekonomike, por edhe të mos lëshoj pen nga objektivat e saj përmes nxjerrjes së këtyre armëve, e cila siç e tha ka një autonomi e cila godet në çdo pikë, në çdo largësi, kemi parasysh që i shpëton edhe sistemeve mbrojtjes kundërajrore dhe radarëve, është një armë qa konvencionale që në vetvete mban edhe ato armë konvencionale, por më së shumti që është kërcënim dhe rrezik është për armë, ka dhe dan pajisje bërthamore, dhe pikërisht për këtë arsye ajo është shqetësimi kryesor dhe ka nxjerrë edhe kundërreagimin edhe shebazë e NATO-s, e cila po teston nga vetë sistemet e armëve bërthamore. Nuk besoj që jemi në një përplasje, po jemi në një testim nervash, në një luftë psikologjike, ku ashtu siç ka qenë historia e luftave dhe konflikteve, që nga historia e Tukididit, ku armatosja njërit sjell kundërreagim dhe friksim të tjetrit, dhe jemi brenda kësaj logjike deterrencës, e cila në themet të cilës po të referohemi pas luftës së ftohtë, pikërisht doktrina nukleare është pjesë e kulturës strategjike të dy superfuqive të kohës, e cila ka çfarë? Ka deterrencë nukleare, pranë që friksimin tjetrit në raport me një reagim apo kundërreagim që mund t'i vijë për shkak të sulmit apo për shkak të presioneve që mund vinë. Apo si thon francezët, strategjia e difuzionit, cilët ti nuk mund të ndërmarrësh një sulm ndaj meje për aq kohë sa që nuk e di rrezikun e përshkallëzimit të konfliktit apo reagimin tim. Është, po themi, ajo që quhet edhe në gjuhën, po themi, tashmë të përdorët karma inhibition, në rast se ti do të më reagosh, do të kthehet me fjalë si kundër, me fjalë dëmtatit, me fjalë duke pas parasysh pasojat e reagimit të kundërshtarit. Zoti Rezi, nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin e shuajti dronin në New York për Poseidon si makinë shkatërimi të pakapshme për sistemet perëndimore të mbrojtjes. Pyetja është se çfarë ndryshon konkretisht Poseidon nga armët e tjera bërthamore, dhe nga ana tjetër, a përbën kjo një kërcënim real për ekuilibrin strategjik global? E nderuar, është një linjë sjellje apo logjik, siç është për armën bërthamore, armën strategjike të konvencionale bërthamore, me mbushje për formë burevestik, e cila ka manovrueshmëri të lartë dhe fal teknologjisë, sepse Rusia po teston nivelin më të lartë teknologjisë në datën e luftimeve si një mjet presioni për të arritur objektivat e vet strategjik politik në tavolinën e nesme, për arritjen e marrëveshjes. Edhe kjo është brenda kësaj logjike, ku po i shpalos gjithë teknologjinë e saj ushtarake, ato sepse Rusia dhe ushtria ruse pikërisht nga këto mite është ka ushtrin, ka teknologjin, ka strategjin, ka forcat, ka demografin, ka territorin, kapacitetet ekonomike, gazin, naftën, këto janë fuqi element një shtetit që tregon për pavarësisht krizave apo të që kam përjetu, teknologjia në nivelin dhe përshkallëzimin që e ka marrë në rastin e këtij konflikti po tregon më së miri që ajo po testohet me sukses, në kuptimin po përdoret dhe si mjes presione nga ana e palëve, në rastin konkret qoftë edhe ajo themi raketa Poseidon, e cila ka aftësi goditëse të strategjike, në lartësi strategjike, të tregon që nuk mund të qoftë perëndimi, qoftë NATO, po edhe SBA-ja nuk mund ta anashkalojnë Rusinë përmes presioneve apo përmes sanksioneve dhe zgjerimit të tyre, por duhet marrin konsiderat realitetin dhe duhet marrin konsiderat objektiva strategjik të këtyre fuqive. Kemi parasysh që konfliktet e mëdha që ndodhin, sidomos të vatra me ndihmëri të mëdha strategjike, siç është lindja mesme, siç është Indo-Paqësori, siç është ku kemi parasysh interesin e Kinës dhe SBA-s dhe jo vetëm dhe aladër rreth, sikunde edhe rastin e Ukrainës, për të dëshirave dhe objektivave duhet parasysh edhe interesat gjeostrategjike të secilit nga këto shtete, i cili çfarë
janë përgatit për mbrojtjen e interesave të tyre strategjike përkatëse. Dhe rasti i Rusisë është që ajo ka një trashëgimni dhe është një superfuqi bërthamore dhe ka një avantazh konkurrues për armët nukleare dhe bërthamore në raport me shtetet tjera, dhe bilanci ushtarak i Rusisë po dhe Kinës në raport me SBA-n është konkurrues në kuptimin një shumatore, pavarësisht avantazhit që ka SBA, por që tregon në farë mënyrë që nuk supremacia saciore nuk tregon gjithsesi në raport me atë që mund t'i vijë nga zbatimi i teknologjisë dhe zhvillimit të saj nesër nga aplikimi në teatrin e luftimeve. Dhe këto dy armë që u përmendën janë të karakterit strategjik për arritjen e këtyre objektivave, aq më tepër që kanë vetvete edhe element të një deterrence, temi nukleare, ku janë armë bërthamore, me mbushje bërthamore, krahas atyre objektivave konvencional që arrin në aspektin taktik në gjatën e luftimit që po ndodh, se Rusia po i mbron këto objektiva aty ku është, nuk po potencion dhe zhvillon më tej, fal edhe këtyre presione që i bën përmes këtyre armëve të reja për të thënë që atyre ndal, por hajde të diskutojmë dhe të arrijmë marrëveshje sipas dakordësisë apo sipas objektivave që kanë. Dhe kjo është qëllimi kryesor. Sikundër edhe për të parandaluar dhe për të friksuar presionin që mund të vijë nga perëndimi SBA-ja dhe BE-ja dhe NATO, që në rast se do merrni një, po themi një përshkallëzim konfliktit duke autorizuar Ukrainën për përdorimin e raketave Tomahawk apo sikundër edhe aplikimin e teknologjisë më të avancuar ushtarake, atëherë konflikti do të shkojë drejt panjorëve dhe ekuacioni i luftës i konfliktit do marrë pastaj edhe shumë pasiguri në kuptimin e zgjidhjes e përfundimit të saj, por që tek e fundit do jetë diplomacia që politika që do vendosë, dhe po të themi pas në historinë e konfliktit dhe në rastin e Rusisë, Rusia mbështetet mbi disa mite, ku fokusi kryesor ka ushtrinë, ka strategjinë, ka teknologjinë, zhvillimin e më të lartë të saj, ka arsenalin bërthamor, kapacitetet ekonomike që vijnë resurset e pafund, demografinë, në territorin, që ka thellësi strategjike, si është një element bazë që i garanton një farë mënyrë çdo lloj skenari lufte dhe konflikti, dhe këta po e tregon edhe ky konflikt, ndërkohë që në raport me shtetet e tjera këto elemente edhe mungojnë. Ke parasysh që Ukraina nuk ka thellësi strategjike, është kufizuar limitet e saj që varet nga mbështetja e aleatëve, të cilët çfarë po testojnë çdo lloj skenari në lidhje me të ardhmen e kësaj lufte, përfshirë edhe kohezionin e tyre të brendshëm, përfshirë edhe aplikimin e teknologjisë ushtarake, sikundër po përpiqen edhe për të prishë edhe të t'ia hequr apo të dobësuar mbështetjen e aleatëve të Rusisë, siç janë BRICS, rasti i takimeve që ndodhen së fundit me Kinë apo në vendet e ASEANit, apo në ato të aleancës së sigurisë që është organizata Shangajt. Gjithë janë do parë në tërësinë e tyre gjithë këto elemente analiza. Zoti Lezi, nga ana tjetër, a mendoni se po e përdor Trump pra këtë garë bërthamore si një mjet politik, apo bëhet fjalë për një lëvizje strategjike të mirëfillt të Pentagonit, sepse Donald Trump në reagimin ndaj testimeve ruse urdhëroi fillimin e testimeve bërthamore amerikane, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të mbeten mbrapa? Nderuar, tregon një farë mënyrë edhe shqetësimin e real që ka dhe SBA-ja për hir të vërtetës, se kuptimin që konflikti ka kaluar disa vite tashmë dhe nuk dihet përfundimi, pavarësisht përpjekjeve të bëra, dhe ka arrit në nivel të lartë të këtij rreziku për shkak të daljes edhe evidentimit të këtyre armëve bërthamore, dhe ai siç e thash, kurthi Tukididit apo gara armatimit, i ethet e garës armatimeve, apo deterrenca i përfshin këto të mbledhtë, dhe në rast se do kemi një zbatim të këtyre armëve nga ana e Putin apo e Moskës, i cili i ka testuar me sukses këto armë, qoftë Poseidon po edhe burjesnik, nga tjetër do kemi një kundërargim, edhe është normal kjo, për treguar dhe ato aftësinë e tyre reaguese dhe mbrojtëse, për të thënë që ne nuk kemi këtu thjesht vetëm retorikë diplomatike apo për zbatim sanksionesh, e cila për hir të vërtetës nuk i ka arrit ato objektivat strategjike dhe finale, por që jashtë të fundit edhe
ushtria dhe armatimi që do vendos. Por nuk besoj që do kemi një përplasje, po është thjesht dhe vetëm një testim dhe një luftë psikologjike, reagim kundër reagim që i bëjnë të mëdhenj dhe fuqitë e mëdha, e cilat ato do të vendosin për ish vërtetës. Por që thënë edhe këtyre të vegjël që nuk kanë gradë lirie për të manovruar, për të vendosur, por do tek e fundit janë brenda interesat mëdha strategjike të këtyre shteteve dhe arritjen e objektiva tek e fundit vendimet ato do i marrin. Dhe imagjino presidenti Trump dhe SBA gjithmonë ka qenë edhe këshilluese në sensin e asaj, përpjekjet kanë qenë për t'i dhënë fund paqes luftës, por nga ana tjetër kanë dhënë edhe sugjerime orientime për ta parë për një tërheqje koncesion qoftë Ukrainës, por edhe vetë perëndimit për t'i dhënë sinjale, sepse konfliktet dhe interesat e përplasjes së këtyre superfuqive apo fuqive të mëdha nuk janë thjesht vetëm në një zonë caktuar siç është në Ukrainë, po janë edhe në Indo-Paqisor, po janë edhe në Arktik, po janë edhe në vatat e tjera të cilët ato mund të ndanë në gjeohapësirë të cilët kanë më shumë për të dhënë interesat janë më të shumta për që i bashkojnë në raport me ndasitë apo përplasje që mund të vinë në zona të caktuara dhe si tillë parë në këndvështrimin e historisë këtyre konflikteve. Besoj që ato edhe dakordsohen për të lësuar njëri tjetrën në një zonë caktuar, por për ta kompensuar atë në zona të tjera apo me fusha me interes përbashkët, të cilët janë për punët botërore, për paqen e sigurisë e globit janë të shumta, nuk janë thjesht vetëm një konflikt. Po testohen edhe këto vata, testohen edhe aftësitë e tyre të fuqisë edhe përpjekjet për dominim apo hegemoni, po sikundër pa i neglizhuar dhe interesat. Zoti Lezi, nga ana tjetër vendimi i Washingtonit për të sankcionuar kompanitë gjigante Lukoil dhe Rosneft duket se ka caruar sërish marrëdhëniet midis dy vendeve, duke ndalur çdo përpjekje për dialog dhe kjo ndodhur pas takimit të tyre në Alaska. Sa mund të ndikojë ky spiral tensioni në tregjet energjetike globale dhe në raportin e fuqisë mes Perëndimit dhe Rusisë? E nderuar, ka një përpjekje që bazë për t'ia shkputur varësinë ekonomike apo që quhet sigurinë energjetike të Perëndimit përmes asaj që quhet gjeopolitika e tubacioneve apo naftës dhe gazit, ku për hir të vërtetës, për shkak të investimit të madh në kohë që ka bërë Rusia, e ka kurzuar në qendrimet e saj Evropën për shumë kohë, kjo është parë në disa konflikte që ka qenë pazojë Evropa për të ndërhyrë apo për të qenë një zëri koherent lidhje me qendrimet ndaj Rusisë. Kemi parasysh që ndodhet në Moldavi, kemi parasysh të Krimen, po dhe shumë qendrime të dyzuar lider caktuar evropian, të cilët janë kurzuar pikërisht nga interesat dhe kurzimet fjalë të varësisë ekonomisë së tyre nga gazi dhe nafta ruse. Dhe strategjia amerikane është pikërisht ta shkputë këtë varësi për të krijuar një diversifikim rrjetesh furnizimi përmes të tjerëve, por në rastin konkret edhe SBA-ja është pjesë një aktori të rëndësishëm në këtë drejtim, fjalë që ekonomia evropiane mos të varet tërësisht nga ajo ruse, por kjo nga ana tjetër e dobëson ekonomikisht Rusinë, paksa dhe tenton t'ja dobësojë dhe ato pak ndikime që mund të ketë në shtetet e Bashkimit Evropian të Evropës, duke parasysh këtu qoftë Slovakia, po qoftë edhe Rumania, Hungaria, janë shtete të cilet nuk e kanë prish kohezionin e brendshëm evropian, pikërisht për shkak lidhje ekonomike apo një lloj furnizimi që merr nga Rusia me termat më të zbutur tarifor, ndërkohë që nga ana tjetër, strategjia e madhe e Rusisë ka qenë e tillë sa që është përgatitur për këtë skenarin e luftës së konfliktit, duke diversifikuar linjat e saj të furnizimit me vendet e jugut dhe kryejmë parasysh atë që është marrëdhëniet që ka me Kinën kryesisht, me Indinë, me Pakistanin, Indinë dhe Iranin. Dhe këto janë ato kryesorë që në një farë mënyrë kanë zbutur efektet e krizës dhe aplikimit të sanksioneve të Bashkimit Evropian, ku është edhe synimi kryesor edhe i SBA-s që t'ia dobësojë dhe t'ia shkpustë të lidhje, ku dhe takimet e fundit të presidentit Trump me Kinën, me presidentin kinez, është që përkundër uljes tarifave në një farë mënyrë të japet një garanci që t'i shkpusë edhe po të ndikojë edhe në Rusinë për një tërheqje pa arritjen e marrëveshjes.
dhe jo vetëm aty, dhe në shtetet e tjera të organizatës BRICS-it, në mënyrë që Rusia të ndjehet paksa e izoluar në qëndrimet dhe konsekuencën e saj në luftën, por siç e thamë edhe në panelin e pyetjeve të para, që Rusia përmes testimit dhe aplikimit të teknologjisë ushtarake këtyre armëve jep sinjal jo vetëm për bazë perëndimit dhe NATO-s, por dhe alatëve të saj që varësia ime nuk është thjesht vetëm te ekonomia ajo që ju më jepni dhe garantoni, por jam një superfuqi ushtarake ku kam avantazh konkurrues pikërisht me ato armë, qoftë Tomahawk, po edhe ajo që ju përmendët Poseidon, të cilët çfarë kanë autonomi, karakteristika të cilët më garantojnë edhe suksesin dhe performancën ushtarake në zhvillimin terren dhe përmes tyre përdorjes si mjet deterrencë dhe presionin dhe nga ana tjetër, në një mënyrë edhe i forcon këto lidhje për treguar që donë Lindja, Kina, India, Pakistani, Irani, Rusia dhe vendet e BRICS-it apo vendet e organizatës Shanghai kanë një lloj, apo edhe Korea e Veriut kanë një lloj autonomie strategjike dhe një lloj sigurie për të përballë me sfidat përkundër perëndimit, Është një përplasje gjeostrategjike midis bllokeve, nuk është thjesht vetëm midis dy shteteve apo një konflikt i izoluar, por do parë tërësinë me përplasjen e gjithë interesave të bllokëve të caktuar, në rast konkret ato tashmë janë të identifikuar në kuadrin e një bote multipolare dhe gjithë ato që janë rreshtuar në lindje, pikë pari kanë këtë pranimin e multipolaritetit si një parim i sistemit të ri të marrëdhënieve ndërkombëtare në sfidë ndaj asaj unipolare dhe hegemone të SBA-s, dhe nga ana tjetër një ndopsim i ndikimit të perëndimit të SBA-s, Bashkimit Evropian dhe NATO-s në këto zonat e tyre, të cilët kërkojnë pavarësinë e tyre për t'i qeverisur. E qartë. Mirë, zoti Lezi, ndalemi tek një tjetër çështje, ndjekim insertin dhe rikthehemi së bashku. Prej orës 10 të paraditës në gjykatën kushtetuese këtë të premte, u shqyrtuan Kimi Mjerion Veliajt për shkarkimin nga detyra si kryebashkiak i Tiranës, me interesin e lartë të medias, pasi Veliaj shfaqet për herë të parë në publik që prej arrestimit më 10 shkurt, pjesa e parë e seancës 2 orë gjysmë, u fokusua tek fjalët e kryebashkiakut Veliaj dhe mbrojtjes së tij, që dhan parashtrimet e tyre dhe ju përgjigjen pyetjeve të Këshillit të Ministrave dhe Presidencës. Veliaj tha se u rrëmbye nga zyra pa kryer asnjë shkelje dhe se po mbahet në parapurgim me një regjim burgoseje më të rëndë se sa vrasjet seriale. Cila shkelje të rëndë të kushtetutës, apo të ligjet kam kryer unë në ushtrimin e mandatit kushtetues të kryetarit të Bashkisë Tiranës? Përpjekja ime për të mbajtur beslidhjen me qytetarët e Tiranës, edhe në kushtet e rrëmbimit në qeli, është detyrim imi ndaj qytetarëve të këtij qyteti. Besimi im se vota e lirë është më e fortë se kulisa politik, është fuqia që më shtyn ta bëj të betejë sot këtu përpara jush edhe përpara të gjithë shqiptarëve. Argumentimi për shkarkimin se nuk është paraqitur në detyrë prej më shumë se 3 muajsh, e cilësoi si fyerjen më të rëndë në jetën e tij, sidomos që erdhi edhe nga bashkëpunëtorët e vet. Nuk kisha se si të më fyenin më rënd se kaq. Nuk ka qenë fyerja më e rëndë e ezistinë publike dhe të dikush që ka dëgjuar fyerje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyerja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi. Nga njerëz që më mirë se kushdo tjetër. Dhe që nuk dënuan as të më ftonin, as të më ftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Bëhem çdo marrëtar dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë në atë vendim. Ky akuz nuk më lëndon për fjalën dhe shkrecat e shkreta që ka prodhuar, por për padrejtësinë që ajo përfaqëson. Siç thot shpreha, çujon s'do më përjal. 2 padrejtësi, nuk përdor më shumë drejtësi. Pra, padrejtësia e shkarkimit mbi padrejtësinë e ndalimeve të shoqërimit nuk e bën vendin më drejt, prandaj kemi përfunduar gjykatë kushtetuese sepse padrejtësia mbas padrejtësie nuk përdor më shumë drejtësi. Mirë, zoti Lezi, si e keni parë ditën e djeshme në gjykatën kushtetuese fjalimin e zotit Erion Veliaj dhe kujt i referohet ai konkretisht kur përmend bashkëpunëtorët e tij? I nderuar, në retorik, na kthet pak në kohën e regjime komuniste, nëse i kthehemi gjyqje politike apo asaj seancës që është bërë tashmë e njohur, ku ish ministri i brendshëm i asaj kohe, i bëhet një gjyq politik brenda byros politike, Skadria Zviu, që partia ime po më dënon. Dhe pak a shumë u pasi i tillë, ky lloj qëndrimi i zotit Velia në përpjekjet e tij për të bërë apologjinë ndaj akuzave të ngritura, ai është në të drejtën e tij për të mbrojtur, domethënë që në mënyrë gjykata kushtetuese është
ka marrë një vendim të drejtë në kuptimin e trajtimit dhe pranimit e kërkesës së tij për ta shqyrtuar, duke pezulluar edhe dekretin e presidentit për mbajtjen e zgjedhjeve, sepse gjykata kushtetuese merr në konsiderat dhe trajton gjithë çështjet për ka shkelet të rënda të kushtetutës. Dhe në gjykimin dhe vlerësimin e tyre është parë në rastin fjalë është parë si i tillë duke pezulluar dhe zbatimin e dekretit të presidentit për sa i përket zgjedhjeve lokale, ndërkohë që palët ndërgjyse në rastin konkret qoftë presidenca apo dhe Këshilli i Ministrave e kanë dhënë që nuk kemi para një mosmarrëveshje kushtetuese, por kemi të bëjmë me një shkelje ligjore për vakancës krijuar në mungesë të ushtrimit të objektiv të detyra nga ana e zotit Velia. Dhe kjo ka qenë arsye ku vendimi i Këshillit Bashkiak që është një katagrin e tij për ta marrë një vendim, dhe më e keqja është që këto që i marrin vendim për shkarkimin ishin gjithë ato të cilët i kishte nominuar dhe i kishte zgjedhë zoti Velia si bashkëpunëtor të tij më të ngushtës, se kemi parasysh që një kryetar bashkie pa një forcë mbështetëse të anëtarëve të Këshillit që është parlamenti i atij vendi, asnjë lloj vendimi për qoftë për planifikimin buxhetor, por edhe zbatimin nuk mund ta bëje. Aq më tepër që kanë të bëjnë me këto çështje sensitive të fundit të bashkisë. Dhe ky ishte më e ndjeshme për zotin Velia, ku të bënte një bilans të gjithë përpjekjeve të tij për punët e bashkisë, që nuk e mohon askush, por nga ana tjetër, pse ky reagim i anëtarëve të Këshillit do të thotë që partia ime e dënon ato anëtarë të cilët morën një vendim, dhe nga ana tjetër u certifiku përmes një vendimi edhe akti formal qeverisës dhe i shkoi presidentit për dekretuar datën e zgjedhjeve. Dhe kuptohet kjo është një proces i cili do zgjat për hir të vërtetës, por zoti Velia u dha mundësia përmes përmes gjykatës kushtetuese të ezarojë të etapët të shqyrtimit gjyqësor, që pas nesër mos çështja të konsiderohet e zgjidhur në strategjinë e mbrojtjes së tij është që të ezarohen gjithë etapat e shqyrtimit gjyqësore në gjitha nivelet e gjyqësore, shkalla parë, shkalla dytë, apelit dhe ajo e lartë, dhe në pas e drejtohet gjykatës kushtetuese, dhe këtu jemi në këtë fazë. Dhe gjykata kushtetuese... Çfarë do të ndodhë nëse gjykata kushtetuese do të vendosë kundër Erion Veliajt? Kundër Erion Veliajt nëse do vendosë, ma tepër gjasat fshu janë, në kuptimin e kësaj që gjykata kushtetuese do vendos në vendimin përfundimtar dhe për kërkesat paraprake që janë bërë nga ana e zotit Velia, dhe mendoj që gjykata kushtetuese do të lanë fuqi në zbatimin e vendimit, por mund të japë rekomandime të tjera për sa i përket vakancave në ligj. Qoftë për ligjin për pushtetin vendor, po ashtu edhe për rastet e ushtrimit të agra presidentit, kur kemi situata analoge, sepse praktika është e tillë saqë janë praktika të dyzuar në rastet ku u tha nga zoti Velia që ka pas një vakancë nga të zgjedhjet vendor për më shumë se kaq muajsh, që ai që nuk ka qenë, për shembull rasti Tropojës, po edhe jo vetëm, që nuk kanë shkuar në zgjedhje. Dhe ka pas edhe një vullnet politik për ta quajtur edhe çështjen në zgjedhje, përkundër atyre akuza që u bën nga opozita, dhe shkoi zoti Velia sot është në masë të sigurisë. Dhe në rast se vendimi i gjykatës kushtetuese është i tillë saqë nuk e merr në shërbim dhe rrezon ankimimin e zotit Velia, i bie që presidenti i Republikës të dekretojë një datë të re të zgjedhjeve dhe çështja të futet dhe të kemi një proces normal ligjor dhe kushtetues të zgjedhjes për kreun e bashkisë. Qartë. Mirë, zoti Rezi, për ta mbyllur, sepse tashmë jemi në fund, do ndalemi edhe një pyetje të fundit tek zëvendës kryeministria, një herësh edhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, e cila është paraqitur ditën e dielshme në SPAG. Si e keni parë dhe çfarë mendoni se do ndodh tashmë? Kjo është në vazhdim e atyre akuza që janë ngritë edhe për rastin e Zojes Balluku, ku opozita nuk ka qenë e kursye për hir të vërtetës, dhe opozita shef si një triumf të betejës së saj politike, dhe siç ishte rasti i Velis, ku pas shumë procesave që ndodhen nuk shkojnë në këtë para dyerve të bashkisë, shkojnë në këtë rezultat saj, dhe mund të themi që edhe kjo e zotit Balluku, opozita shes një bilans pozitiv të luftës saj politike ndaj akuzat të ngritura ndaj, po mendoj që është një procedurë standarde e ngritur, ku ka kosto për hir të vërtetës për qeverisë, sepse është numri 2 më i fuqishëm
publik dhe politik i qeverisjes për një akuzë e cila do kohën e vet të provohet, të ka marrë statusin e panderës dhe nuk ka një masë sigurie në dëm të saj, në kuptimi, po është një procedurë e cila vazhdon dhe zgjat, kuptohet dhe dan gjykata dhe këto organizma, dan organi i spakut vendos mbi bazën e fakteve dhe provave dhe jo mbi bazën e individëve dhe autorëve, don vetëm thjesht duke i ballafaqur këto fakte dhe prova, atëherë merret vendimi. Kuzoja Balluku është në detën e saj për ta mbrojt veten, për akuzën e ngritur për shkeljen e barazisë pjesëmarrëse në tendra dhe pastaj do të është një proces i cili në vetvete krahas një proces ligjor është edhe një proces politike, sepse do dhe një lloj autorizimi edhe nga parlamenti për t'i dhënë autorizim në rastin konkret një organit të spakut në mënyrë që të vazhdojmë me zbatimin e masave të sigurisë apo me ecurinë e procesit që do të ndodhë dhe kjo do kohën e vet. Por mendoj që do të jetë pjesë e përplasjes dhe luftës politike dhe opozit, por në planin personal nuk do doja të dëshiroja zëri Balluku për hir të asaj që këtë një vajzë, një femër, ne para në mentalitetin shqiptar nuk para i shohim që femrat apo gratë jenë në masa sigurie, është më tepër që përgjatë periudhës së regjimit komunist, familja e saj ka vujtur, është diskriminuar, ka lindur e rritur, e privuar në sensin e saj dhe në moment si kjo të rikthehet historia e gjyshit që ishte figura numër 2 e regjimit asaj kohe, mi fjala është një lloj sindromi që i ndjek një lloj panakim, por nuk do të dëshiroj në planin personal. Në planin politik, mi fjala ajo është pjesë e betejës e luftës politike, në planin ligjor është pjesë e betejës e luftës edhe e strategjisë mbrojtjes gjyqësore, duke parë parasysh provat dhe faktet dhe fjalë provueshmëria e akuzave të ngritur lidhur me atë që i është një fjalë i është njoftuar saj. E qartë. Mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund. Faleminderit shumë për gjitha informacionet. Kënaqësi. Përshëndetje, nderuar, kënaqësi edhe për mua. Ju falenderoj. Mirë, të nderuar televizionistë, do të bëjmë një pushim të shkurtër, më pas rikthehemi për të ndalur në pjesën e dytë. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer sërish në pjesën e dytë tashmë, do ndalemi te Kosova dhe Serbia, fillimisht ndjekemi insertin më pas rikthehemi me të ftuarin. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka reaguar pas vendimit të Sirisë për të njohur pavarësinë e Kosovës, duke cilësuar të pritshëm për shkak të ndikimit të madh të Turqisë në Damask. Ai gjithashtu e ka krahasuar këtë situatë me njohjen e Kosovës nga Sudani, duke sugjeruar se disa shtete janë duke vepruar sipas urdhrave të fuqive rajonale. Është e qartë se kur vjen dikush në pushtet që është në ndikimin e madh të një prej vendeve kryesore në rajon, sikurse është Turqia, kjo edhe pritej, ka theksuar presidenti serb, teksa dhe ka lartësuar figurën e ish diktatorit sirian Bashar al-Assad, i cili për dekada i ka thënë jo njohjes së pavarësisë Kosovës. Në Siri ata marrin urdhër dhe veprojnë. Është vështirë të ruhet pavarësia në vendimarrje, sikurse në kohën e Asadit, ka theksuar Vučić. Ndryshe në bazë të deklaratave zyrtare pas vendimit, njohja reciproke midis Kosovës dhe Sirisë ka ardhur si rezultati ndërmjetësimit të Arabisë Saudite, një prej fuqive më me ndikim në lindjen e mesme, në mbështetjen e drejtpërdrejtë të Turqisë. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për të diskutuar mbi këto zhvillime kam të ftuar zotin Islam Qerimi, profesor doktor. Zoti Qerimi, ju përshëndes. Gjithashtu përshëndetje nderuar, Grizela nga Prishtina. Zoti Qerimi, për ta nisur me insertin që dëgjuam së bashku pra pas vendimit të Sirisë për të njohur pavarësinë e Kosovës, presidenti serb Aleksandar Vučić ka reaguar me tone të ashpra duke lidhur këtë akt pra me ndikimin e Turqisë në Damask. Pyetja shtrohet nëse po përpiqet tashmë presidenti serb Aleksandar Vučić të ndërtojë një narrativ pra ku çdo njohje e re e Kosovës paraqitet si një produkt pra i manipulimit turk për të shmangur kështu edhe përgjegjësinë diplomatike të Serbisë. Po shumë bukur, vetë pyetja pothuajse jep një përgjigje sakt, sepse Serbia tash është në një presion të madh diplomatik, veçanërisht pas njohjes së fundit nga Siria, edhe nga disa shtete afrikane. Pra siç e dim, në organizatën e Kombeve Bashkuara janë 194 shtete, ndërsa deri më tani
e ka njohur 120 shtete, pra gati 2/3, ku nëpërmjet kësaj mënyre do të mund të antarësohej Kosova edhe nëpërmjet kësaj mënyre, pra nëpërmjet kësaj forme, do të bëjë si antar i rregullt i Kombeve të Bashkuara. Për këtë arsye, ai gjithnjë mendon të shfaqsohet si në aspektin e rrafshit diplomatik të jashtëm, po ashtu edhe të brendshëm, duke theksuar se e tëra kjo vjen nga Turqia. Sidomos pra nëpërmjet kinse, manipulimit turk, ndikimit Ankaras, mundohet pra përgjegjësinë ta hedhë tek Turqia, shumë e saktë. E qartë, zyrtarimi nga ana tjetër, Vučić që ka lavdëruar ish presidentin sirian Bashar al-Assad për shndrimin e tij pra kundër njohjes së Kosovës, duke e krahasuar me pavarësinë e humbur të qeverisë aktuale në Damask. Çfarë tregon kjo simpati e Vučić për Asadin, për mënyrën se si Beogradi e koncepton nga ana tjetër demokracinë dhe sovranitetin në arenën ndërkombëtare? Për Vučićin dhe elitat serbe, sovraniteti nënkupton të drejtën e plot shtetit për të vepruar pa ndërhyrje të jashtme. Edhe nëse kjo do të thotë shtypje opozitës dhe kufizim i lirive. Prandaj, në këtë kuptim duhet të them se Serbia e sotme e gjen tek Siria Asadit një aleat analogjik ideologjik, një shtet që ka rezistuar, pra dhe tani reziston ndaj presioneve perëndimore, kinse në emër të asaj pavarësie kombëtare, pavarësisht pasojave që sjell për demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Pra, kjo logjik e Vučićit përputhet në mënyrë të plot sipas atij qëndrimi autoritar të al-Bashadit, atina pra, kryetarit ish presidentit të Sirisë, prandaj ai më tepër është interesuar për mbrojtjen e sovranitetit dhe stabilitetit, por jo patjetër edhe për ruajtjen e demokracisë. E qartë, zoti Sharimi, sipas burimeve diplomatike, njohja e Kosovës nga Siria pra ka ardhur përmes ndërmjetësimit të Arabisë Saudite dhe mbështetjes së Turqisë nga ana tjetër. Pyetja lind nëse apo hyn tashmë çështja e Kosovës në një fazë të re ku fushit e lindjes së mesme po marrin ndërkaq edhe rolin e ndërmjetësve në vend të Bashkimit Evropian dhe SBA-s. Për shumë e saktë, ka ndryshuar tash edhe faktorët ndërmjetësues pothuajse në rrafshin global. Përderisa kishte ngërç politik edhe ka ende ngërç të thellë politik në procesin e ndërmjetësimit të Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, tani kjo besueshmëri e Brukselit në një farë mënyrë ka filluar të zbehet. Për këtë arsye, kanë filluar faktorë të tjerë ndërkombëtar të dalin pra në skenë apo në dritë, dhe tashmë kanë dalur Turqia, Katari, Arabia Saudite, të cilat në një farë mënyre janë duke përfshirë edhe në terrenin e Ballkanit. Prandaj pra kjo është një alternativë e re, e cila në një farë mënyre shfrytëzon atë vakumin apo boshllëkun diplomatik i cili gjithnjë ka qenë prezent nëpërmjet Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, Turqia do të theksuar se ka qenë tradicionalisht mbështetëse e pavarësisë Kosovës dhe në kohët e fundit është duke luajtur një rol aktiv politik dhe ushtarak në Kosovë. E qartë, zoti Sharimi, sa pesh reale ka një njohje si ajo e Sirisë pra në rritjen e pozicionit ndërkombëtar të Kosovës, apo bëhet fjalë nga ana tjetër më shumë për simbolik politike se sa një ndikim praktik, sepse Beogradi e ka cilësuar këtë njohje si goditje të drejtë për drejtë ndaj Serbisë, ndërsa diplomacia e Kosovës e ka përshkruar si një fitore strategjike për legitimitetin ndërkombëtar. Do të theksuar se të dyjat edhe ajo simbolike si dhe ajo praktike e luajnë rolin e vet. Dhe mund të themi që simbolika shpesh shndrohet në një kapital politik. Prandaj kjo lëvizje nuk ndryshon menjëherë pozitën juridike apo ligjore në institucionale të Kosovës në arenën ndërkombëtare, por megjithatë forcon edhe perceptimin e saj si shtet që po zgjerohet gradualisht në hartën diplomatike globale. Dihet Siria deri para pak vitesh ka qenë aleate e ngushtë e Rusisë, pra ka qenë në një linje me shtetet që nuk e njenin Kosovën. Por vendimi për njohje megjithatë do të theksuar se e sinjalizon një ndryshim të madh në boshtet e aleancave ndërkombëtare. Pra, duhet të them se kjo është një lëvizje që tregon se edhe regjimet tradicionalisht pro-serbe dhe pro-ruse po i rishikojnë qëndrimet e tyre në ndikimin e faktorëve të ri në raport me Kosovën
apo njohjen e Kosovës. Në bazë të kësaj zoti Qerimi, a kemi të bëjmë tashmë me një balancim të natyrshëm të forcave në rajon pra pas viteve të dominimit rus? Është çështje që nëse e trajtojmë këtë temë në soza ballkanike, me të vërtetë ka ndryshime të mëdha, sepse tash sa i përket atina ekuivalimit të armatimit në Ballkan, mund të themi tash që Kroacia her pas here qëndron më lart në rangimin ushtarak në raport me Serbinë, por edhe Kosova tash nuk mund të themi që është e përqendruar vetëm në mbrojtjen toksore, por tash duke marrë shumë dron me mira dron nga Turqia, të cilat rolin e tyre, apo efektin e tyre e kanë dëshmuar edhe pas agresionit rus në Ukrainë, do themi që tash kemi lëvizur nga ai qëndrim statik territorial, po një farë mënyre, tash jemi në një farë mënyre në një shkallë më të lartë, ku mund të vëzhgojmë, përgjojmë, po edhe të mbrojmë në një farë mënyre edhe fushën ajrore mbi territorin e Republikës Kosovës. Por megjithatë nuk mund të themi që jemi balancuar, jemi barazuar me arsenalin e armatimit që e ka Serbia, por fatmirësisht ne e kemi edhe KFOR-in, i cili pra është autorizuar nga NATO të ruaj kufit territorin toksor dhe ajror të Kosovës. E qartë, mirë, zoti Qerimi, ndjekemi tjetër insert më pas rikthehemi. Në një rajon ku siguria është e brisht, çdo blerje armësh përmban më shumë se sa kapacitete teknike, ajo barta dhe mesazhe politike. Kështu ndodhi edhe me blerjen e fundit të mira dronëve turq nga Kosova, e cila shkaktoi reagime të furishme në Serbi. Presidenti Aleksandar Vučić u shpreh të merruar me sjelljen e shtetit turk dhe akuzoi atë se ndërron ringjalljen e perandorisë osmane. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të marrë ndonjë reagim nga Ankaraja, por për ekspertët e mbrojtjes, zemërimi lidhet me efektin e drejt për drejt të dronëve. Në thelb ata rrisin koston e çdo operacioni ushtarak kundër Kosovës. Nga përvojat e ushtrive në terren, shohim se dronët kanë aftësinë të shkaktojnë forcave armike shpenzime të mëdha, thot për programin Exposed të Radio Evropa e Lirë, Kegler Kurç, ekspert në industrinë e mbrojtjes nga Universiteti Abdullah Gul në Ankara. Kosova e prezantoi blerjen si hap drejt një forcimi të kapaciteteve mbrojtëse, ndërsa NATO ja paralajmëroi se çdo veprim ajror duhet të koordinohet me misionin e saj në Kosovë KFOR. Ky mision mbikëqyr hapësirën e ulët ajrore të vendit, e cila së fundmi është shkelur nga dronë të dyshuar të Serbisë. Sipas autoriteteve në Kosovë, dy vendet janë duke shpërsuar retorikën dita ditës me akuzat të ndërsjellta për provokime dhe shkelje të sigurisë rajonale. Mirë, zoti Qerimi, si e shihni blerjen e dronëve turq pra nga Kosova, ku sërish presidenti serb Aleksandar Vučić e sheh si kërcënim? Po, Aleksandar Vučić të përdor në mënyrë qëllimshme retorikën antiturke, si një instrument për mobilizim më tepër të opinionit brendshëm serb. Dhe për zhvendosjen e vëmendjes nga krizat e brendshme politike, ekonomike dhe demokratike që po ndodhin në kohët e fundit, muajt e fundit në Serbi, siç edhe ju jeni të njohur. Prandaj themi se kjo strategji është pjesë e një modeli të njohur në politikën e tij, krijimi i armiqve në thojza të jashtëm, vetëm sa për ta forcuar kontrollin e brendshëm dhe për të ruajtur legitimitetin në moment të këtij presioni as të madh. Prandaj themi se Vučići nuk e sulmon drejt për drejt Turqinë në nivel diplomatik. Marrëdhëniet ekonomike se që dini janë jashtëzakonisht mira mes këtyre dy shteteve, po përdor tonë nënkuptuese në një lloj diskurs publik. Prandaj ai e paraqet Ankaran si forcë që manipulon kinse me shtetet muslimane të rajonit kundër Serbisë. Si në rastin e kur kemi të bëjmë mas pari me Sirinë atje, me Kosovën dhe me Bosnën. Prandaj kjo e tëra i lejon atij të aktivizoj ato instinktet nacionaliste për opinionin publik, pa përshkallëzuar realisht marrëdhëniet me një fuqi të rëndësishme ekonomike siç është Turqia. Pra, themi se është një nacionalizëm i menaxhuar, me shumë për konsum brendshëm se sa për veprim të jashtëm. E qartë, por zoti Qerimi, sa ndryshon kjo blerje ekuilibrin ushtarak midis Kosovës edhe Serbisë dhe a mund të frenohet çdo incident i mundshëm nga Beogradi përmes këtij faktori dronësh, sepse ekspertët e mbrojtjes kanë vlerësuar se dronët e rinj turqë rrisin ndjeshëm koston e çdo ndërhyrje të mundshme ushtarake kundër Kosovës. Po shumë saktë paraprakisht vetëm e thash që
fatmirësisht ne tash nuk jemi të ngulitur vetëm në territore të forcave mbrojtëse të Kosovës, vetëm sa i përket sipërfaqes toksore. Po tash në një farë mënyrë kemi një lloj potenciali që vëzhgojmë edhe hapësirën e Kosovës, si edhe mbrojmë nga sulmet që mund të vinë nga ajri të Kosovë. Prandaj blerja këtyre dronëve turq nga Kosova, veçanërisht modelet e avancuara, të cilat janë përdorur edhe në Ukrainë dhe po përdoren, Bayraktar TB2 dhe sistemet tjera që janë më të lehta taktike, themi që ndryshojnë në mënyrë dukshme raportin e forcave në terren në Ballkan, pra kur bëhet fjalë mes territorit të Kosovës dhe Serbisë. Prandaj sakt është ajo që thuni se rrit ndjeshëm kostën e çdo ndërhyrje të mundshme ushtarake kundër Kosovës, sepse ju dini edhe në rastin e fundit në Bojnsk, edhe pse nuk u përdoren dronët, megjithatë Kosova pra ka një potencial shumë më të përgatitur të armatimit se sa që kishte më herët, po lëre tash me blerjen e mirë të dronëve nga Turqia, pra në një farë mënyrë mund të themi se Kosova tash e zotron në një mos edhe kontrollin e hapësirës ajrore përmes dronëve të tillë që i ka blerë nga Turqia dhe ka fituar një avantazh strategjik menjëhershëm. E qartë. Zoti Çerimi, nga ana tjetër, provokimet nga ana e Serbisë janë duke testuar dhe kufit e durimit dhe të sovranitetit të Kosovës, sepse sipas autoriteteve në Prishtinë hapësira ajrore e Kosovës është shkelur disa herë nga dronë të dyshuar serb. Po themi se edhe NATO disa herë është aktivizuar, sepse mund të them edhe nga jeta reale, unë banoj në pjesën veriore të Kosovës dhe në situatat e tilla unë i vrej edhe fluterimet e shpeshta të helikopterëve të NATO-s dhe me të vërtetë këta neve na ruajnë në mënyrë të plot, ruajnë stabilitetin rajonal në Kosovë dhe të gjitha këto lëvizje që i bën ushtria e KFOR-it janë për të shmangur çdo përplasje të panevojshme me Serbinë. Prandaj sidokudo në një farë mënyre, jo ashtu siç thatë edhe më herët, NATO përmes misionit të KFOR-it mban kompetenca mbi sigurinë ajrore dhe toksore në Kosovë, si pjesë e mandatit, siç e dini, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Prandaj kjo nuk kupton se asnjë operacion ushtarak për fshirje dhe fluturimit të dronëve të armatosur nuk mund të zhvillohet mbi territorin e Kosovës nga forcat e sigurisë të Kosovës pa koordinim me KFOR-in. Pra, siç e dini, është autoriteti suprem i sigurisë. Pra, paralajmërimi nuk vjen si kuvizim ndaj Kosovës, por si kujtesë që ekziston një kornizë ligjore ndërkombëtare që ende e mbulon vendin tonë. E qartë, zoti Çerimi, se i përket NATO-s ka theksuar se çdo veprim ajror në Kosovë duhet koordinohet me KFOR-in, ashtu si e tha dhe ju, pra duke rikujtuar këtu edhe kontrollin ndërkombëtar mbi hapësirën ajrore të vendit, por a tregon nga njëra anë ky paralajmërim i NATO-s mungesë besimi ndaj institucioneve të sigurisë së Kosovës, apo është nga ana tjetër një mas për të shmangur çdo përplasje të panevojshme me Serbinë edhe mbas provokimeve të fundit që është bërë nga kjo e fundit? Po siç e tham, edhe në pyetjen e të mëhershme dhe përgjigjen time, këto çdo gjë shkon në mënyrë të koordinuar mes të forcave të sigurisë të Kosovës dhe KFOR-it. Prandaj pra këto nuk kemi bëjmë me asnjë kundërthënie, asnjë kundërshtim, po të gjitha këto mirën në koordinim me KFOR-in dhe KFOR-i është alfa dhe omega e cila e mbron pra territorin e Kosovës, qoftë toksor dhe ajror. Pra nuk kemi të bëjmë këtë me ndonjë tension mes të forcave të sigurisë Kosovës dhe KFOR-it. Pra mandatet janë jashtëzakonisht mirë të qarta, të shprehura dhe ligjore. E qartë. Mirë, zoti Çerimi, për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund tashmë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka cilësuar afrimin e presidentit serb Aleksandar Vučić me Rusinë, Kinën dhe Iranin si një rrezik për stabilitetin rajonal, ndërsa ka nënvizuar nga ana tjetër dhe orientimin e qartë të Kosovës drejt NATO-s. Apo formësohen tashmë dy bloqe të qarta gjeopolitike në Ballkan për të orientuar drejt NATO-s dhe tjetri drejt Rusisë dhe Kinës, dhe çfarë nënkupton kjo edhe për të ardhmen e sigurisë rajonale? Shumë saktë, shumë prononcim i qartë i presidentës Osmani, sepse me vërtet ajo ka përcaktuar konkretisht atë reflektimin e qartë të orientimin strategjike në rajon. Prandaj themi
bloku pro NATO jemi në Kosova, Shqipëria, Malizi dhe mund me thonë pjesërisht Maqedonia Veriut, po jo në tërësi, të cilët kemi një orientim euro-atlantik dhe synojmë integrimin e plot në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ndërsa ky bloku tjetër pro-rus, i cili në aleancë më të gjerë është i lidhur me Kinën, Iranin e tjerë, me Korenë e Veriut, këtu përfshihet Serbia. Dhe pra këto ka elementet forta të cilat janë duke u qasur në këtë kahje, pra në këtë drejtim, po këtu hyn edhe një pjesë e Bosnës dhe Hercegovinës, pra elementi serb. Prandaj, pra këta janë përcaktuar, domethënë respektivisht kemi të bëjmë këtu vetëm me Serbinë, kjo është përcaktuar në këtë aleancë, pra Rusi, Kinë, sepse është lidhur edhe nëpërmjet aspekteve ekonomike, energjetike, e mbi të gjitha dhe ushtarake me Moskën, Pekinin dhe në rastet veçanta kemi Teheranin e gjithashtu edhe Korenë e Veriut. E qartë, mirë, zoti Çeremi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, ditën e mirë. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund tashmë. U ndalëm ditën e sotme te 4 temat kryesore. U ndalëm tek Moska, testimi i raketës burvesnik pra me fuqi bërthamore, një veprim ashtu si e thamë që u konsiderua si një mesazh ndaj Washingtonit. U ndalëm tek gjykata kushtetuese i cila u shërtua në seancë publike ditën e dieshme ankimi Erion Veliaj dhe Belinda Balluku e cila u paraqit në SPAK, ndërkaq në pjesën e dytë u ndalëm tek presidenti serb Aleksandar Vučić edhe tek reagimi i tij pra për vendimin e Sirisë për të njohur pavarësinë e Kosovës dhe sigurisht edhe tek blerja e fundit për atë mira dronëve tursh nga Kosova. Ne do ta mbyllim me kaq për ditën e sotme, bashkëhemi sërish ditën e martë me të tjera tema.